Para se të filloj, dua të theksoj se kam shumë qëllime, por i pari që kurzon çdo qëllim tjetër është të mbaj përgjegjësinë për çdo zotim dhe fjalë të dhënë. Kjo do të thotë se ndoshta nuk do të premtojmë sot që festivalin ta bëjmë Paris sapo ta marrim menaxhimin e tij, por çdo gjë që do të dëgjoni këtu me vullnetin e Zotit do të bëhet ashtu si do të thuhet. Projekti i parë me të cilën jemi krenar dhe do ta prezantoj është ura e re mbi Vardar. Është kjo që shikoni në ekran, një vepër e vërtet urbane e dizajnuar me inxhinieri bashkëkohore. Me siguri maksimale kjo urë e re do të japë një pamje evropiane qytetit tonë. Paraprakisht me ekipin tim e kemi quajtur ura e harmonisë, për të theksuar edhe më shumë këtë virtyt të veçantë që kanë banorët e festivalit. Dhënë Zotit të jemi të gjithë bashkë, kur ju do të përuroni.